Varësia e kokainës nuk ka lidhje as me fe, as me politik, sepse një fëmijë që është 5 vjeç dhe ka prindin që është përdorues kokaine, nuk do t'ja di me çfarë partie është, nuk do t'ja di se çfarë feje ka. Do donte vetëm që prindi t'ishte mirë, t'ishte i qetë, t'ishte i kthjellët, mos kishte paranoja, mos kishte frikra, mos kishte ankth, mos kishte mendime të këqija për veten, për gjërat që ka bërë në të kaluarën, edhe për dëmet që po i bën përdorimi. E bëj këtë video dhe i them këto gjëra sepse më shkruajnë shumë mesazhe që a do vinin protest, ose pse keni zgjedhur malin e Tomorit që do takojeni çfarë feje ka. Nuk ka lidhje feje. Është thjesht një ambient që un kam zgjedhur për t'i dhënë mundësinë disa njerëzve që po kujdesen për veten, po përqendrohen te gjërat që dëshirojnë të përmirësojnë, po marrin përgjegjësitë e tyre të gabimeve që kanë bërë, edhe të gjejmë një rrugtim gjithë bashkë, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të kemi një vizion më të mirë për jetën. Të kujdesemi për veten dhe të jemi shembuj të mirë për fëmijët tanë. Këto gjëra nuk kanë lidhje as me fe, as me politikë. Kështu që me këtë video i përgjigjem gjithë atyre që më shkruajnë këto mesazhe për sa i përket fesë dhe politikës. Rrini të pastër dhe kujdesuni për veten.